Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni Evropian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Evropian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakoja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Graçanicës në ndyshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistninë e tmerrshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listë serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar për vetë ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas thirrjeve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershorit serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyjet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual. Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual. Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Aktualitet. Ministri i detyrë i punëve të brendshme i Kosovës Xhelar Zveçle paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e Gjandarmarisë së Republikës. Përmes njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçlës, krijimi i Gjandarmarisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmaria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë. Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Shpall konkursin për emërimin kryeprokurorit të shtetit bazuar në nenin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore. Shpallja e konkursit do të jetë e hapur 15 ditë pune, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi me datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatit për një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashë rregulloria të cilën sapo e miratua. Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Vjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajn për kryeprokuror të shtetit, duke shtuar
treguar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po ashtu Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrës së presidentes Albulina Xhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyeën pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim. Pse Këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligji garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit të pushteteve. Ekonomi. Kosova renditet si vendi i dytë, më i varfër në Europë njëherë pas Moldavisë sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por e ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë nën 13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frymë me rreth $19,700. Pastaj renditet Kosova me rreth $20,400 për frymë, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Malizi dhe në krye Bullgaria me rreth $36,000. Ministri i Detyrë i Financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kosova ka qenë e fundit kur ne kemi marrë qeverisje dhe tash kemi ngritje më lart në tabelën rankingu. Fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vende të tjera ka shku duke u rrit. Po vende të tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash vlerë që e kemi ngushtuar diferencën, por edhe kemi kaluar në shtetë, presim që shumë shpejt ky trend vazhdoj, pra nëse vazhdon ky trend, dhe qeverisja e mirë, punë të mira, ti kalojmë edhe shtete të tjera. Pastrimi i territorit nga depozitimet e pajlishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të pajlishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbetorinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbetorinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbetorinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkojë edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo sidomos në hapësirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapësirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve dhe për të adresuar atë kërkohen masa emergjente. Ndërsa Ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej €1 milion për largimin e mbeturinave. Sot po prezantojmë këtë aksion gjithëpërfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapësirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobitjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan si dhe strategjinë e karrotës dhe shkopit për komunat. Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri i detyrë Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investime. Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal të qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe kemi tërhequr investime të reja.
Krahas asaj, shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Por mbi të gjitha Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjate. Prandaj dhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Këtu prezantohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet e investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas tij, qeveria Kurti në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve paraprake 2015-2020, ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro. Ish deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej $3 në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Malezi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popović, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit, etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.